Raporti I gjestit me Eglin. Miku I tij zbulon detaje të reja. Shpas përfundimit të spektaklit Big Brother VIP Albania, marrëdhënia mes gjestit dhe Eglit ka qenë një nga temat më të diskutuara në rrjetet sociale dhe mediat roz. Edhe pse vetë dyshja nuk kanë konfirmuar asgjë publikisht, afërsia e tyre dhe disa sinjale të fshehta kanë ngritur dyshimet se mes tyre ekziston më shumë se sa miqësi. Së fundmi, miku I gjestit, Anaidi, ka hedhur pak dritë mbi situatën duke thënë: "Nuk mund të garantoj se a janë bashkë apo jo, sepse këtë marrëdhënie po e mbajnë të fshehtë edhe nga ne. Dihet që nuk janë të ndarë, kanë lënë të hapura ambasadat, por që a janë në një marrëdhënie apo jo, nuk na takon ne të flasim." Deklarata kanë nxitur edhe më shumë kurreshtjen e publikut. E megjithatë, një tendencë e tillë, mbajtja mistere e një marrëdhënie, nuk është as pak e panjohur për publikun shqiptar dhe më gjerë. Raste të ngjashme kemi parë edhe më parë, ku personazhe të njohur vendosin të mos zbulojnë menjëherë statusin e tyre, duke e kthyer këtë fshehtësi në një strategji mediatike. Shpesh, ky lloj misteri përdoret për të shtuar vëmendjen e publikut, për të gjeneruar më shumë ndjekës, reagime dhe diskutime në rrjetet sociale. Dhe për një influencer apo figurë publike, ndjekshmëria është gjithçka, është ajo që sjell më pas ofertat, kontratat, ftesat për evente, sponsorizime dhe përfitimet financiare. Duke mbajtur një lidhje në hije, krijohet një lojë me publikun, supozime, artikuj, komente, klikime, të gjitha këto e mbajnë emrin e personazhit në qendër të vëmendjes. Kjo vlen edhe në rastin e gjestit dhe Eglit, të cilët duket se janë të vetëdijshëm për efektin që kanë dhe ndoshta po shfrytëzojnë këtë periudhë dyshimi për të ndërtuar më tej profilin e tyre publik. Të mos harrojmë që në botën e sotme digjitale, çdo postim, çdo like I qëllimshëm apo mungesa e tij, çdo dalje e përbashkët apo heshtje e llogaritur ka një efekt konkret në imazh dhe ndjekshmëri. Kjo është një strategji që e kemi parë edhe në çifte të tjera të njohura, të cilët, pas muajsh fshehje dhe aludimesh, përfundimisht konfirmojnë lidhjen në një moment kur interesi ka arritur kulmin, duke përfituar maksimalisht nga ekspozimi. Mbetet të shihet nëse gjesti dhe Egli do të vazhdojnë këtë qasje të fshehtë apo do të vendosin të tregojnë të vërtetën e tyre. Në çdo rast, ata e kanë arritur një gjë, janë kthyer në një nga temat më të nxehta të showbizit shqiptar dhe publiku si gjithmonë pret me padurim episodin tjetër të historisë së tyre. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like, të lini një koment dhe të shpërndani me miqtë tuaj. Për më shumë përmbajtje interesante, klikoni butonin subscribe dhe mos harroni të aktivizoni njoftimet duke shtypur ikonën e zilës. Vizitoni kanalin ton për të mos humbur asnjë video të re. Ju presim!